Po, ju sigurisht keni dyshimet se kush e ka bo incizimin. Po vetë kanë deklaru ata, sepse unë kur kumë thonë që përgjimi u bo në zyren teme. Po ju thëtë kemi qenë 6 vetë, kështu që... Po në zyren teme 6 vetë. Po, burim, se unë menaj që e kena sharu për opinionin, po unë e kumë thonë herën e forë, në zyren teme u bo. Prej njënit që aty në gjashve, dhe kumë aljudu në që ato që unë jam i sigur qaj, sepse tjedin, krimet kibernetike, kur hinë, nuk nale derit më rinë te originali. Pra, zdo prekje, zdo aset, tjedin që e ka një registrim të ores, sekundit, minutit, datës që u prodhu. Dhe ti këtë e këput, aja e lypë sistemi... Nuk humbë informacion. Pro, ti vetë je konë që aty... Nuk humbë informacion. Pro, du me hanë, nuk më në shef kërkush. Deri që aty ku përto mën, e ka burimin të personi, djali i prënarit për cilin po flasëm për prunën dhëtari. Na kemi thonë që përgjësi ka me shku edhe mediumi. Mediumi nuk mundet me publiku gjithë shka. Mediumi mundet me thonë që se jabi burimin, po me publiku kur ty dhe ti thu që janë 6 vetë, a i dohet me unal, me thira, se peke, po ti nëse ki incizimin, audiencë që ma mu, unë ta botoj. Po unë me posë, ose... E nëzirve. Jo bre qenë prokurori, unë e punoj veç me prokurori. I bjenë që edhe ti e ki incizim. Si bjenë ashtë të burim. Nuk thash unë... Me posë që po thu. Qëre, mu ardë, njëni prej familjarëve ty në më ka ofendu në koridor komunës, ka full me tjetë për të më ofendu mu, edhe unë e kumë paracit në polici. Edhe a i ka thonë, na unë e kam incizime, unë e kam ja bo këti jetën kështu, i kumë thonë policisë. Merë nja incizim për që kam, merë nja telefonin, që merë edhe të mitë, edhe të familjes të jam krejtë, qofë se ka incizim, që jam inkriminuar. Merë mu, pse do të më shantashu kjo me orë koridor të komunës, me më qitë mund në situatë tronë, sepse na jena njerëzë dhe kur të vendon dikush, vetë-vetim njeri reagon, ishë se ti nuk jena na qash të butë që kje shumë edhe se me mujtë me kje shumë ma mirë, se i kjena organet e sigurisë që latë paguën për atë Me mujtë me kesh i pështën dë pështilime. Edhe grynë dhe më anë. Edhe ata kanë mojtë shenim për këtë zemë, tash ka dollë, tash e kanë obligim e njekun, e kumë denoncu e njekun. Okej, fakt PDK-ja ka qenë e bindur që kushdo që del në emblemin e PDK-s, pra e fiton pa problem drenasin. E kemi diskutu, Dadaros tash është temën që ka me mbet gjatë, pra, në kujtes njerëzve dhe dinë se për çka po flasim, pra ideja që kushdo që del e fiton drenasin, nëse ka qenë kështu, pse patë nevojë mas ne me bëjë kësi sulme ndaj jush? A menon që kanë qenë thjesht, kanë dashur ju diskreditu, apo jenë në frikë të humbjes? Jo, Lea, na kohëve të funit kena diskutu shumë me kryetarin e partisë për këtë temë, për temën e kryetarit, po. Dhe më ka thonë ai më tërhiq se është të dalë personi tjetër, që la arsyeja, jam kryetar kampion. Jo, ke folti me kadrini, ke thonë veç 2 vjetë, unë e këmë shpjegu. Pas vizitës në Hagë të lider, prej ati momenti që jëmë këthy, i këmë tregu memlit që unë jëmë kandidat, edhe për një mandat. Dhe na, kena mojtë edhe takime me kryetarët e PDK-s janë kryetar komunash një natë e orë. Se ta kanë kërku ata me qenë? Jo, nuk thash që ma kanë kërku, nuk thash që unë thash mas jem këthy, këmë vendos me vazhdu edhe një mandat. Edhe une ja këmë botë qartë. Këta tash, po del që kandidati, kunder kandidati jam me qitë ekip, sepse këta më kanë pengu shumë në votimet pronave të zhvillimit komunës, ma kanë hub gati, ma kanë hub edhe grantin për performances për sheshin, se s'ma kanë votu, ma ka votu tjetër kush. Kështu që
Këta e kanë mashtru, po me në jone, ose e kanë bind kryetarin e partisë, që na hina incizim, audio-incizim për to, dhe nëse ti e qetë, na këna me ta mujt, ti ki me dal keq, ki me bo, dhe jam i bindun që ma shumë lideri u manipulu nga qëto audiencizime dhe ka thonë fund jaci, së me dhe ndalë kjo jaci. Unë jam kam gullë si ku me dalë, jo po dilli ju dhëtë bavorën me një listë për bashkë për kuveni. Unë ja i gori të bo, nuk dalë me listat huja, dalë me listë temë. Po dili bavorën, ja kur të më shkarkojshti, kur të më jekshti, kur të më mbëllsh dyrt, në kom e dalë. Edhe kini komunikim, do me thonë, kom komunikim me to, edhe për këtë qështje, edhe kina komunikim me SMS-a. Edhe une e qitjaj ata, e mledhe kryesin. Nuk kanë ndodhë në kryesit Partisë Demokratike, një kryesi jeton me votu kuna një kryetari kampion, me votu kunra, sepse do të me menu ka po shkon aja parti. 4-26, do me thonë, edhe këta i hynë rrugës qore. Nuk mund është ti me përdor logën e partisë, me kesh përdor logën e partisë për qëllimet personalet të individve ose të grupeve të interesit. Sepse aja është logo e krejt qytetarë, e 180.000 votuzve të Partisë Demokratike. Aja ka që si regulore si në konvente, unë ja kumë votu. E kumë thonë, që kjo ka bo për mu, vazhdoni jo poshtë qishtje juja. Kur s'kom besu që ka me marë kitë veprim kryetari partisë. Pra ju edhe pse keni pasur çka u ka bot, keni besu që s'do ta merr fund. Unë i këmë thonë, i lider, merë veprime vetë, tuj nuk qes mo kandidat për kryetare dhe pi, tranoti, nuk qes. Po për me shpërndohaj të krejt kryesia dhe pastaj mi i detyru me orë tonë drenas. A ka gjo ma tërë, se miqtë e mi, disa bityne, si Ron Buja, e Bajrësh Gjemoli me orë, me li vota kundra meje. Ja kundër te, ata po shkojnë për partinë vetë, pra PDK është ngorë. Unë qa jam une? Qa jam une? Kush ja ka ngrit vlerat Partisë Demokratike? 7 vjetë. Po ata kanë kandidatën e vetë aty. 7 vjetë. Unë e këmë rri, si kanë rri ata ato arritje, si kanë rri ato performanca, nuk janë bo ata kampion, unë jënë bo me qytetarët e mi.